Rreshtet e Duborës kanë vazhduar gjatë gjithë mbrëmjes së dieshme në qarkun e Peshkupis, ku treshtësia e Duborës ka arritur deri në 20 cm. Momentalisht akset rrugore janë të kalueshme, ku rezulton e bllokuar vetëm rruga që të çon në Lur. Problemet me energjinë elektrike nuk kanë munguar dhe në komunat Trebish, Selisht dhe në disa fshatra të komunës Zerqant. Ndërsa në qarkun e Korçës janë disa prej akseve të bllokuara: Voskopoj Leka, Zvith Kuq Panarit, Mirash Poçar duke izoluar qindra banor. Ndërkohë që stuhia e fortë dhe dëbora ka shkëputur edhe telat e energjisë elektrike në këtë zonë. Sipas SHE, situata pritet të normalizohet në orët në vijim, pasi po punohet për riparimin e këtij defekti. Dëbora ka bllokuar sërish 3 fshatra të malësisë së Krujës, ku prej 4 ditësh banorët janë të izoluar. Trashësia e dëborës në fshatrat Mafsheq e Këshies të komunës Cudhi kanë arritur në 20 cm, ndërsa në fshatin Shkret trashësia e saj ka arritur në 30 cm. Asnjë nga rrugët e këtyre fshatrave nuk është e kalueshme, duke izoluar kështu rreth 600 banor. Po ashtu rruga e Kryqëfshta mund të kalohet vetëm me zinxhir për shkak të ngritcave në rrugë. Drejtuesit e komunës së Cudhit të kontaktuar nga Vision Plus thonë se po bëjnë të pamundurën për normalizimin e situatës, ndërsa shtojnë se për rrugën Kryqëfshtam që i përket komunës së Durrësit nuk është marrë asnjë mas. Po ashtu këto fshatra janë pa energji elektrike prej 34 orësh për arsye të dëmtimit të linjave elektrike nga ngricat dhe errat e forta.